Fëmijët e kryeqytetit nuk mund të marrin më shërbime të specializuara stomatologjike në objektin e poliklinikës stomatologjike, shërbim ky që ofrohej në qendër të qytetit nga periudha e paraluftës. Me renovimet e fundit të objektit të përuruara një javë më parë, hapësirat e parashikuara për njësinë e pedodoncisë janë vënë në dispozicion të njësive të tjera. Një prind i cili këtë javë ishte me fëmijën në poliklinik ka treguar në kushte anonimiteti se nuk i është ofruar trajtim mjekësor për fëmijën. Ka disa muaj që pres të hapet pedodonci prapa Pallatit të Rinisë, sepse aty e kam trajtuar fëmijën. Ka qenë shërbim falas dhe me mjek që merren vetëm me fëmijë, që i kuptojnë edhe frikët e emocionet e tyre e jo vetëm me dhimbjen. Shkova pas hapjes dhe më thanë që nuk kam më pedodont. Tash me dhimbje me kërku në përlagje kur ka qenë në qendër. Uroj të rikthejnë si shërbim të nevojshëm. Sipas statutit të poliklinikës stomatologjike, njësia e pedodoncisë është pjesë e shërbimeve të kujdesit sekondar shëndetësor, por në mungesë të hapësirave të mjaftueshme, drejtori i poliklinikës Bernard Gegaj thotë se është bërë riorganizimi i brendshëm dhe se pedodoncia është zhvendosur në kujdesin parësor, konkretisht në qendrën e mjekësisë familjare në lagjen Dardania. Me qenë se në udhëzim administrativ, pedodoncia i takon në nivelit primar, domethënë na kemi mundësi me ju ofru qytetarëve edhe në qendra tjera shërbimet pedodoncisë, atëherë jemi mundu që shërbimet e nivelit sekondar ti koncentrojmë në këtë qendër, në mënyrë që listat e pritjes për shërbime sekondare si protetik, ortodonci, kirurgji, ti zvoglojmë ose edhe ti eliminojmë krejtësisht. Prandaj, me qenë se është e mundshme me u marrë shërbime pedodontike në qendra tjera, atëherë jemi mundu që shërbime tjera me i koncentru këto, që pritja le të jetë më e vogël. Gegaj shpreson se me zgjerimin e kapaciteteve hapësinore, shërbimet pedodontike do të rikthehen në objektin aktual. Për shkak të kapacitete hapësinore, na e kemi bërë këtë riorganizim. Qëllimi jonë është që pacientëve me ofru shërbime dhe shërbime sa më kvalitative. Nëse nuk ofrohen për momentin, se kjo nuk nënkupton që na s'kena në të ardhmen me ofru shërbime pedodontike, se edhe statuti e parashe, por me krijimin e hapësirave tjera që shpresojmë që do të rriten kapacitetet hapësinore, atëherë na mund ta kompletojmë edhe me staf të pedodoncisë, në që pacient mos me dalë fare për këtë. Poliklinika stomatologjike specialistike e kryeqytetit u themelua në nëntor të 2022-s me vendim të Kuvendit Komunal të Prishtinës. Megjithatë, specialistët e saj janë depaguar për shërbime të nivelit primar, ndonse punojnë në nivelin sekondar të kujdesit shëndetësor. Sipas drejtorit Gegaj, kontratat e reja për stafin nuk janë finalizuar ende. Komuna e Prishtinës nuk ka dhënë përgjigje lidhur me zhvendosjen e shërbimit të pedodoncisë dhe as për statusin e kontratave të stafit specialistik.